Jo, e përmende emrin ti dhe meriton një përgjigje se gjysmë të vërtetat janë shpesher gjëra që e fusin problemin në rrugë pa krye. Edhe pse nuk e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese të arsyetuar, kemi një njoftim të shpallur nga gjykata kushtetuese dhe zoti Bardhi më vjen keq se shkon deri aty ku t'intereson dhe i ve pikën fjalisë dhe nuk e lexon pjesën më poshtë. Sipas qëndrimit tjetër, ngjashëm me standardin e interpretimit pranuar nga gjykata në rastin e regjimit të imuniteteve, i cili duhet të jetë i ngushtë, i kufizuar, bazuar në vullnetin e kushtetut bërësit, në reformën e vitit 2012 për zvogëlimin e imunitetit, kushtetuta në formën e saj aktuale ka parashikuar autorizimin paraprakt të kuvendit për masat procedurale penale të parashikuara shprehimisht në nenin 73.2 të saj. Pra, regjimi i imuniteteve është rregulluar në nenin 73.2 të kushtetutës dhe nuk thena gjë tre këtu. As shpike. Në këtë dispozit, thot, në këtë dispozit nuk parashikohet masa ndaluese e pezullimit të ushtrimit nga detyra. Sipas nenit, lutëm, 242 të kodit procedurës penale, ndonse zbatimi i kësaj mase pa mundoson ushtrimin e funksioneve të ministrit dhe përpasoj ndërhyrjen në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Pra është pranuar nga gjykata kushtetuese ata tuajt 4 që ju i mbroni, që ka një ndërhyrje në veprimtarinë e Këshillit të Ministrave dhe në kompetencat e kryeministrit. E thot, një sekond, në këndvështrim të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, ku është kërkesa jonë për ndryshimin të nenit 242, çështja e shtimit ose balancimit të mekanizmave balancues, ku përfshihen edhe garanci të tilla i përket vlerësimit të ligjvënësit. Tani, ne kemi depozituar në kushtetuese, të lutem mos bërtit se fakti që bërtet nga vendi nuk t'jep drejt. Ne kemi vajtur në gjykatë kushtetuese dhe ju e dini shumë mirë për interpretimin e nenit 103.3 të kushtetutës. Dhe jo të nenit 73.2, se është elaboruar 73.2 me 10 vendime të gjykatës kushtetuese. Kemi vajtur nëse nenit 103.3 e kushtetutës është në pajtim me nenit 242 paragrafi 2 të kodit procedurës penale. Tani, kur të vi këtu nisma, ta bëjmë debatin kushtetues dhe juridik për ndryshimin ton, jemi gati t'ju përgjigjemi ju që pretendoni se ndryshimi jon është imunitet iluziv. Më kupton? Por, ama imunitet iluziv, që ju po parashikoni ke neni 242 një imunitet që nuk e jep kushtetuta. Nuk shtrohet çështja e imuniteti, është rregullim procedurial. Dakord? Jo, është rregullim procedurial, jo zgjerimi një imuniteti kushtetues, jo imunitet i ri. Se në konceptin e imunitetit bën pjesë. A ka të drejtën sot me kushtetut prokuroria të hetoj? Po. A ka të drejtën gjykata të caktoj masat sigurimit personal? Po. Ama pezullimi nga detyra nuk është mas sigurimi personal që lidhet me kufizimin apo egjen e lirisë. Po kaq kuptoni ju. Më kupton? Kaq kuptoni. Se e keni mbaru juridikun kohëra tjera. Faleminderit zoti Manja. Zoti Bardhi, ju tregj vëmendjen.